Përshëndetje miq, mirë se erdhët në Të jetosh besimin. Sot do trajtoj një temë relativisht vështirë. Do flas për një fjalë e cila hera herës na komplekson, nënshtrimin. Pra sot do flas për nënshtrimin si çelësi për të pasur një martesë të bekuar. Bibla thotë nënshtrojuni njëri tjetrit në drojën e Krishtit. Tregon një histori për dirigentin e famshëm Arturo Toscaninin nga fillimi i shekullit 20. Ky dirigent ishte i njohur për përsosmërinë e tij. Orkestrat që drejtonte ishin të mbushura me instrumentistë virtuoz, talente të jashtëzakonshme, secili mjeshtër në instrumentin e vet. Por Toscanini u thoshte shpesh: talentet tuaja individuale janë të pavlera nëse nuk mund ndiqni mua, vetëm kur të gjithë nënshtroheni të njëjtit drejtim, muzika juaj do të bëhet një muzikë madhështore. Asnjë violinë nuk humbte vlerën e saj duke ndjekur dirigentin, përkundrazi, ajo fitonte një kuptim të ri. Asnjë instrument nuk shtypej. Secili gjente vendin e vet brenda harmonisë orkestrës. Kjo është pikërisht ideja biblike mbi nënshtrimin. As pak humbje e identitetit, por gjetje e kuptimit në një autoritet më të lartë që është Zoti. Aristoteli tha, e tëra është më e madhe se shuma e pjesëve të saj. Ndërsa Dietrich Bonhoeffer do të shkruante, autoriteti i vërtet shprehet nëpërmjet shërbimit, jo nëpërmjet dominancës. Nënshtrimi biblik nuk është skllavëri, por është një rend i hynor, një rend i shenjtë. Nuk është dobësi, por forcë e drejtuar nga dashuria. Së pari, ne ju them që nënshtrimi nis me të dy bashkëshortët ndaj Krishtit. Efesianët 5:21 nuk flet fillimisht për burrin apo për gruan, por për të dy. Qendra nuk është njëri mbi tjetrin, por Krishti mbi të dy. Krishti është qendra. Zoti si një autoritet më i lartë. Kur burri dhe gruaja nënshtrohen Krishtit, ata nuk konkurrojnë për pushtet. Ata bashkëjetojnë me dashuri. Së dyti, respekti është nevojë thelbësore. Respekti nuk është njeh, por është vendim. Është zgjedhje për të trajtuar tjetrin si dhuratë nga Zoti, jo si një pronë personale. Pra, pak të nderim, pak të respekt, dashuria bëhet sentimentale, por me respekt, ajo është e shenjtë. Autoriteti biblik shërben, nuk sundon. Jezus i tha kush dëshiron të jetë i pari, le të jetë shërbëtori i të gjithëve. Autoriteti në Krishtin është gjithnjë i lidhur me përgjegjësi dhe përkushtim. Ai nuk ngre një fron në familje, por ndërton në thelbin e saj, në thelbin e marrëdhënieve, një kryq. Pyetja për ju sot është kjo: a je duke i nënshtruar Zotit përpara se t'i kërkosh tjetrit të të dëgjojë? A je duke ndërtuar martesën tënde mbi respekt reciprok apo mbi kërkesa egoiste? A je dirigent i kontrollit apo je një instrument i paqebërjes? Ndaj, të dashur miq, niseni ditën me lutje të përbashkët. Bashkojeni duart me njëri tjetrin dhe filloni të luteni. Flisni me respekt dhe me nderim, edhe kur nuk bijeni dakord me njëri tjetrin. Dhe kujtoni, qëllimi nuk është të fitoni debatet mes jush, të dilni të parët, por të ruani unitetin, harmoninë. Ndaj, në fund, dy instrumente të ndryshëm bëhen një simfoni, vetëm kur i nënshtrohen të njëjtit dirigent. Dy zemra të ndryshme bëhen një martesë e shëndetshme vetëm kur i nënshtrohen të njëjtit Krisht, të njëjtit Zot. Le t'i lutemi Zotit së bashku. Zot Perëndi, më mëso të të nënshtrohem ty, përpara se t'i kërkoj tjetrit të më dëgjojë. Me një zemër të përulur, fjalë nderuese dhe dashuri që shërben. Bëj martesën time një simfoni të paqes tënde. Zot, bekoj miqtë e mi në martesën dhe familjen e tyre dhe rrethoj sot me çdo të mirë që buron prej te. Në emrin e Jezusit. Amen. Mezi pres ju takoj nesër në pak a shumë 3 minutë shinton.